Përshëndetje të gjithëve, mirë se vinë në këtë komunikim për media nga shtëpia e futbollit. Jemi këtu me trajnerin e kombëtares U21 Alban Bushi, i cili ka bërë me dije një orë më parë dhe listën e lojtarëve të grumbulluar për ndeshjet miqësore ndaj Slovenisë dhe ndaj Italisë. Janë 25 lojtarë të cilët janë grumbulluar për këtë ndeshje miqësore, ndërkohë që kombëtarja do të fillojë grumbullimin, kombëtarja U21 do të fillojë grumbullimin nga data 28 maj në Durrës dhe në datën 3 qershor do të udhtojë drejt Italisë ku do të vijojë më pas përgatitet për dy ndeshjet miqësore. Dy ndeshjet miqësore ku pikërisht ndeshja ndaj Slovenisë U21 do të zhvillohet në datën 5 qershor dhe ndaj Italisë në datën 8 qershor do transmetohen të dyja në FSHF TV, ku sigurisht mund t'i ndiqni live dhe po ashtu dhe për përditësime të tjera, sigurisht kemi kanalet tona zyrtare, YouTube dhe rrjetet sociale ku mund të ndiqni dhe lajmet më të fundit nga përgatitjet e kombëtares U21. Tashmë fillojmë me pyetjet për trajnerin Bushi. Përshëndetje. Nga kampionati shqiptar, me thënë drejtën, nuk është se kemi shumë lojtarë për sa i përket U21-shit, sepse ka pak, po këta që janë cilësor. Kurse më shumë i kemi nga jashtë, edhe unë do të doja shumë që të ishin shumë lojtarë nga kampionati shqiptar, sepse është shumë e rëndësishme për ne se e kemi edhe më afër, mund t'i ndjekim. Por gjithsesi ky është një brez që nuk ka, pra datina 2004-2005 në kampionatin shqiptar janë shumë pak. Kemi emra këtu si Bruti, po ashtu edhe Marku, apo edhe portieri Tao. I shikoni këto emra, po themi profile tjera futbollistëve që mund të jenë gati për ekipin A? Çdo lojtar që është pjesë e U21-shit, jo vetëm e U21-shit, por gjithë ekipeve të kombëtarëve të moshave, patjetër që ka potencial për të qenë në ekipin A. Ne tek lojtarët shohim, nuk është se shohim performancën, por shohim më shumë, le të themi, potencialin që ata kanë. Sepse me performanca janë lojtarë që edhe mund të ndryshojnë nga ndeshje në ndeshje për shumë arsye. Por potencial kanë gjithë. Pastaj më i zoti është ai që është më i përkushtuar, më i disiplinuar për të arritur më lart. Siç kanë arritur të tjerët, ne kemi çuar shumë lojtarë nga U21-shi, gjithashtu edhe nga U19 e tjerë kanë qenë shumë lojtarë që kanë ikur në ekipin A, kanë qenë shumë përkushtuar. Nuk dua t'i zej me emra, po thuaj se janë 80% e ekipit kombëtar A janë lojtarë që kanë qenë ke moshët e Shqipërisë. Një emër i nxehtë, mbase mund të jetë një asist i shkëlqyer për kombëtaren tonë, është dhe Brian Gruda. Mund të jetë ky profil futbollisti që mund të kemi, po themi, bisedime për ta patur pjesë e kombëtares Kuqezi? Me sa di, unë kemi kohë që kemi kontaktuar me Brian Gruda, po thuaj se ka 3-4 vjet që federata ose le të themi drejtoria teknike ka pasur kontakte të vazhdueshme, mendoj që e kam thënë edhe herë tjera faktikisht, nëse ai nuk do të jetë pjesë e Gjermanisë, atëherë opsioni i parë do të jetë Shqipëria. Por gjithsesi është lojtar me shumë potencial për sa i përket cilësive që ai ka cilësi që nuk është se i kanë shumë tek ekipi jon kombëtar, sidomos me skemën që luante Silvinho 4-3-3, le të themi, ose 4-2-3-1, është lojtar shumë i përshtatshëm, por me një skem, le të themi, siç luan U21-shi jon, do ishte lojtar që do ta kishim vështirësi, le të themi, ku mund bënte pjesë, sepse luajnë pa sulmu sansor. Drejtoni këtë kombëtare prej shumë vitesh. A është ky grupi më kualitativ që ka kombëtare U21 vjeçarëve? Më kualitativ mendoj që nuk është, por është grupi më i fortë që ne kemi pas ndonjëherë. Për sa i përket, le të themi, të gjithë moshat që ne kemi pasur kanë luajtur me zemër e me shpirt, po këta janë shumë kompakt. Këta të bëjnë shumë krenar me luftën që ata bëjnë. Me ata çfarë ata tregojnë fushë, të bëjnë shumë krenar dhe të bëjnë shumë me shpresë. Pavarësisht se nuk kanë kualitetet e kundërshtarëve që ne kemi luajtur në vazhdimsi, le të themi, për këto kundërshtarë të mëdhenj, por i kanë përballuar ata me shumë sukses. Edhe me kundërshtarë më të mëdhenj, si le të themi Gjermania ose edhe Zvicra, jemi përballuar pothuajse të barabartë, pavarësisht se diferencën e ka bërë Gjermania në fund që na mundi me rezultatin 2-0. Por është një grup që të bën krenar, është gjë e bukur punosh me ta dhe kam shumë shpresë që do të shkojë shumë mirë. Përshëndetje, Flori Thomaj, Andele Sport. Për kombëtaren A, është një moment ku afron në Liga e Kombëve, ku është momenti ku mund të provojnë dhe lojtarë të rinj, po një tranzicion për ekipin.
A ka patur interes nga trajneri për lojtar konkret apo mund të jenë lojtar që bëjnë hapjen e madh në këtë periudhë? Faleminderit. Ne do donim që lojtarët e Ujë mos na i merrin, le të themi, mos na i lëvizin, sepse edhe ne kemi një kompeticion shumë madhor, po gjithsesi kam pasur kontakt me trajnerin e kombëtarës dje. Më ka pyetur për 2-3 lojtarë sepse edhe ai ka disa mungesa. Por jam dakord që mos t'i preki lojtarët, sepse edhe ne kemi vështirësi në disa reparte që i kemi shumë të rëndësishme dhe nuk kemi shumë, megjithëse i ka 2-3 lojtarë që ai mendon që në të ardhmen do t'i ketë pjesë të kombëtarës sa. I njifte 2-3 lojtarë më bëri pak habi, sepse është ditë e para me Shqipërinë, po është një trajner që sapo ka ardhur, ka marrë informacionin e plot për sa i përket si lojtarëve të ekipit ta, po gjithashtu edhe lojtarëve të Ujë. Profesor, duke qenë se do të luajmë me Sloveninë dhe Italinë, dy skuadra shumë të mira që i afrohen pak dhe nivelit kampionatit evropian që do të kemi vitin e ardhshëm. Se këna qureni me këto dy sfida dhe çfarë duhet presim nga skuadra e 21 vjeçarëve të Shqipërisë? Faleminderit. Si Slovenia ashtu Italia, ekipe shumë të forta, nuk është se ka një koment për t'i komentuar se çfarë kualiteti kanë, po janë të dy ekipe që Italia pothuajse është e garantuar që do të jetë në Europian, Slovenia është në ato ujëra. Ekipe shumë të mira me një fizik shumë, sidomos ekipi sloven, janë lojtarë që kanë shumë minuta në këmbë, ka një grup pothuajse të plot, vinë mas fitores që kanë rafur 2-0 Norvegjin. Një ekip që luan me shumë sulm, me shumë pasa, le themi, është një ekip që vjen gradualisht, por është një ekip shumë i rrezikshëm. Mendoj që ekipi jonë është ekip që kemi atë filozofin tonë, le të themi që mbrohemi shumë kompakt dhe rinisimi nga kundra sulmi, kjo do të jetë domethënë komplet ajo ideja e lojës tonë, për sa i përket të gjithë ecurisë deri në Europian. Pavarësisht se nuk është periudha qershore që asnjë trajner nuk e preferon për të bërë ndeshje miqësore, sepse pothuajse 67% e lojtarëve e kanë mbaruar kampionatin të Ujë dhe kanë 2 javë që me programet që ne i kemi dhënë, po bëjnë stërvitje individuale, po gjithsesi mendoj që një javë do të na mjaftoj, që do të kemi grumbullimin për të punuar sa më shumë taktikisht, që t'i përballojmë sa më mirë këto 2 ndeshje që janë shumë të rëndësishme për ne, shumë të forta, edhe shkojmë me kemi pas 4 ndeshje, ndeshjet e fundit kemi bërë 4 fitore si asnjëherë më parë me Ujë, do të mundohemi që ta ruajmë atë ritëm edhe luftojmë për gjithçka për të fituar të 2 ndeshjet. Duke qenë se jemi në fundin e sezonit, e theksuat dhe ju që një pjesë e kampionateve kanë mbaruar, sa i kënaqur jemi me performancën e djemve që ke pjesë të listës, si ka qenë ky sezon për ta në këmbvështrimin tuaj, duke qenë se e ke ndjekur hap pas hapi? Të jem shumë i sinqert, nuk është se jam shumë i kënaqur me minutat që ata kanë marrë këmbë. Disa janë dëmtuar, le të themi, disa nuk është se kanë luajtur shumë, edhe ne jemi mbledhur me stafin, pothuajse mbledhemi çdo javë me stafin e Ujë dhe kemi diskutuar që lojtarët në këtë grumbullim që kemi do ta shfrytëzojmë jo vetëm për këto 2 ndeshje, por për të folur edhe për të ardhmen e tyre, sepse ata duhet gjejnë ekip, pra duhet gjejnë një ekip që të luajnë, sepse me pak minuta është shumë e vështirë të përballohen ekipet në kampionatin evropian. Edhe mendoj që janë lojtarë me cilësi, janë lojtarë me potencial, edhe mendoj që do të gjejnë klube për të luajtur disa, sepse disa janë me klube goxha të mira, por disa lojtarë na duan që të kemi, sepse kampionati evropian dihet që ndeshjet janë një herë në 3 ditë, na duhet shumë energji, na duhet shumë dëshirë, na duhet shumë lojtarë që të jenë fizikisht të jenë optimal për të luajtur. Si për shembull këto 2 ndeshje nuk kemi Rashicën që është i dëmtuar për të bërë ato për një trajtim për muskujt e barkut, gjithashtu Gabriel Rama që është shumë i rëndësishëm për ne dhe ai nuk është sepse ka nxjerrur shpatën ndeshje me Juventusin, por shpresoj që t'i kemi në grumbullimin e ardhshëm në shtator. Profesor, sa i lumtur jeni me transferimin e Real Maksutit drejt Rusisë? Kampionati shqiptar, me thënë drejtën, është një kampionat i mirë, pra është një trampolin shumë e mirë për të ikur jashtë. Jo vetëm Maksuti, por shumë lojtarë kanë ikur nga Shqipëria, sidomos në këtë moshë. Maksuti është lojtar me potencial shumë të mirë, lojtar që është fizikisht shumë i mirë, luftën në ajër ka shumë të mirë. Kampionati rus t'jep mundësinë, sidomos tani për momentin, t'jep mundësinë që ti të aktivizohesh, sepse ata nuk është shumë i preferuar, le themi, nga lojtarët e mëdhenj të Europës për arsyet për problemet që ata kanë. Edhe kanë marrë shumë lojtarë në kampionatin shqiptar, le themi, ose shumë lojtarë shqiptar, kështu që mendoj që do të bëj mirë me sa kam folur
me njerëzit që e kanë çuar ata atje, ai ka marrë garanci të plotë që mund të luajë domethënë do të luajë pothuajse 20-30 ndeshje në kampionat dhe kjo është diçka shumë e mirë për atë në përgjithësi, po edhe për ne, për Ujë Stenjishin, gjithashtu edhe për ekipin e A, sepse është një lojtar që mund të luajë shumë, le të themi, lehtësisht dhe me kombëtarën në mbas disa viteve. Di që federata e ka filluar po them ato punimet e veta për Ujë Stenjishin në Shqipëri. Ju keni filluar me grupin ndoshta përgatitje apo objektivat final të turneut? Patjetër që ne diskutojmë sepse kemi shumë kohë, le të themi, në dispozicion edhe kemi bërë dhe në ato përgatitjet tona se ku do të grumbullohemi ose ndeshjet e miqësore që do na presin në muajin, le të themi, shtator, tetor, tashmë i kemi mbyllur, gjithashtu edhe nëntorin e kemi mbyllur, presim të mbyllim dhe marsin. Edhe do të bëjmë një grumbullim, le të themi, 2 javor për Europianin. Këto janë gjëra që ne kemi diskutuar me drejtorin, por gjithsesi janë gjëra që edhe mund të ndryshojnë vazhdim. Sa e rëndësishme është për imazhin e Shqipërisë që vjen një eveniment kaq i rëndësishëm siç është Kampionati Evropian i U21 vjeçarëve? Po është diçka shumë e bukur, unë e kam thënë dhe herë tjera, jo vetëm Ujë Stenjishi, por Shqipëria vitet e fundit ka bërë shumë gjëra të mëdha në futboll. Le të themi ka qenë finale Conference Ligës, shumë turne bëhen në Shqipëri, U17, U19, organizim perfekt nga ana jonë, sepse për ndryshe UEFA nuk do të kishte besim dhe nuk do të na jepte nëse ne nuk do të organizoni mirë. Kampionati Evropian i U17, tani Kampionati Evropian i Ujë Stenjishit janë gjëra që nuk t'i japin kollaj nëse ti nuk di ti organizosh ose ti nuk i jep besimin e duhur atyre. Unë mendoj që është diçka jashtëzakonisht e madhe, është promovohet Shqipëria në të gjitha aspektet. Mund të ketë dhe pastaj gjëra, domethënë përfitime financiare, le të themi komplet shteti jonë ose le të themi Tirana, ku dhe Shkodra, Elbasani, ku do të zhvillohen këto ndeshje, është shumë mirë dhe është dhe një motivim, le të themi, për lojtarët e vegjël, kur do të shohin këtu lojtarë shumë të mëdhenj, sepse po themi Gjermania, Spanja, Franca që do të vinë këtu, ata do të jenë një moshë 23-24 vjeçare, kështu gjatë duhet të jenë me ekipe shumë dhaja, le të themi, në Europë, kështu që do të jetë kënaqësi e madhe për t'i parë ata nga afër, gjithashtu kënaqësi e madhe do të jetë edhe për ne që do të marrim pjesë. Faleminderit shumë për pyetjet. Ndërkohë kombëtarja U21 do të fillojë grumbullimin në datën 28 maj në Durrës, ku për 5 ditë do të stërvitet për 2 ndeshje miqësore ndaj Slovenisë dhe ndaj Italisë. Në datën 3 qershor do të udhtojë drejt Italisë, ku në datën 5 qershor do të ndeshet ndaj Slovenisë në orën 20:15, ndërkohë që miqësoria tjetër prestigjioze ndaj Italisë do të luhet në datën 8 qershor në orën 18:15. Të dyja këto ndeshje do të keni mundësi të ndiqni live në FSHF-TV. Nga ana tjetër, në datën 28 maj, në ditën e njëjtë, në orën 11, trajneri Orlando Maran do të bëjë me dije edhe listën dhe sigurisht do të ketë hapësirë për të përgjigjur dhe pyetjeve të gazetarëve këtu në shtëpinë e futbollit. Faleminderit dhe shihemi në konferencën e radhës.